Shalom, përshëndetje të gjithë ju që po e ndiqni në këtë moment. Alger Spain nga Zeri Mesias. Lavdjatit, thjesht po meditoja dhe është esenciale dhe është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë aspektet të kozmologjisë, të krijimit të lavdisë, që ti shikon në këtë mes, shikoje lavdinë e tia. Unë lutem atit të marrësh atë kohën tënde në studimin e shkrimit, megjithëse është një mësim që kam gati, por thjesht po meditoja. Tani, mbrapa meje si ti shikon krijimin e tia. Tu është deti, jemi në pjesën perëndimore të Kanadas. Dhe ku shikon tani nuk e di ku janë, por ja ku janë. Anijet, ku shikon, të dyja atje janë anijet. Dhe kemi një hapësirë në këtë rast, po të shikosh që është rrethuar nga një ure që kanë nxjerrë në det. Kemi ujin që është deti dhe matanën aty ku shikojmë tek anijet, matanë është vazhdon, që këtu e tani vazhdon për te është shkon në Kinë. Në Kinë dhe siç e dimë që ky ujë është i bashkuar dhe është një në të tërë tokën, siç e dimë, në të tërë kontinentet, masandaj hyn po në mesdheun tonë, edhe të tërë oqeanet që bëjnë pjesë. Tani, ti nga arsyeimi që mund të bësh për momentin dhe mendon që kjo sipërfaqe e këtij deti këtuja, që masandaj bëhet oqean dhe mëtej, tani ky det është i bashkuar një në të tërë tokën. Dhe po të shikoj sipërfaqen e këtij deti, po të marrësh një nivel, një drua, dhe thjesht një nivel ta vesh në sipërfaqen e tij, kemi një sipërfaqe të sheshtë që është 0 gradë. Më thënë 180 gradë, siç e themi. Tani, kjo sipërfaqe vazhdon në të tërë tokën, siç thash, në të tërë oqeanet, në çdo kontinent. Shikon pajsorin apo në këtë rast oqeanet e tjera, Indianin apo në Australi, në të tërë tokën, kjo sipërfaqe e sheshtë është e shtrirë në të tërë tokën. Tani, çdo aspekt që neve kemi marrë duke thënë që ky rruzull në këtë rast është i harkuar, sepse rruzulli e dim që kjo sipërfaqe e tokës vazhdimisht të harkohet. Tani unë qofse shikoj sipërfaqen këtu, që është e rrafshtë dhe vazhdon në të tërë tokën. Si qenë ka kjo sipërfaqe e rrafshtë masandaj e harkuar në formën e globit? Tani në qofse unë shikoj ato anije, në qofse do ishte oqeani do ishte duke u harkuar, gjë që është i logjikshme, dhe pa logjikshme të mendosh një gjë të tillë, por nëse shikojmë ato anije që janë atje, këto anije si që drojnë akoma aty, ndërkohë që duhet të shkonin poshtë, sepse po të vesh një ujë që është i thepisur, po të vesh një send, ai sendi do lundrojë, do iki poshtë. Tani, ato anije që shikon ti atje, që janë të dy atje, ato anije në qofse do ishte sipërfaqja e oqeaneve apo e detit në këtë rast e harkuar siç tregon forma e globit që ti shikon në këtë moment këtu, atëre, kjo sipërfaqe e globit që vazhdon të harkohet sipas NASA-s dhe çdo mësimi tjetër, atëre, këto anije do vazhdonin të shkonin poshtë dhe duhet të ndalonin veten e tyre me motorët, me gjëra, pastaj që të mos vazhdonin të shkonin përtej në vende të tjera, sepse siç e shikon ti në globin këtu lart, ke një sipërfaqe të tillë. Gjë që është një marrëzi të mendosh që kemi të bëjmë me një tokë që qenë ka glob, dimë që sipërfaqja e ujit është e rrafshtë, një rezervuar, një liçen, merr një tas dhe mbushe me ujë, shikon atë sipërfaqen e ujit, është e rrafshtë. Dhe është e njëjta situatë që kemi në të tërë oqeanet dhe kemi masandaj tokë her pas here, tokë dhe janë në këtë rast oqeanet rrafsh sipërfaqet e tyre, jo të harkuara.
Shkrimi thotë që ati ka themeluar tokën mbi shtyllat. E ka themeluar, është pa lëvizshme. Pikërisht është pa lëvizshme dhe jo si gënjeshtrat e masonëve, shoqërive sekrete që janë të Nazës, që na kanë ushqyer në përbangat e shkollave tona, kur kanë hequr Biblën e shkrimin, që ne si besimtar në Mesia në Krishtin duhet të dimë strukturën dhe kozmologjinë e lavdisë dhe veprave të duarve të Tija, që kështu neve gjithashtu mësojmë gjeneratës, që dhe ata mësojnë prej lavdisë, prej në këtë rast strukturës kozmologjisë që ati ka vendosur, që kur të shkojnë në përbangat e shkollave dhe do mësojnë në mënyrë të gabuar, ata do dinë të ndajnë të vërtetën nga gënjeshtra. Kur thjesht po të shikojmë për një moment dhe të imagjinosh, dhe ja ku kam pasqyruar atë strukturën e vërtetës si ti e shikon të tokës, i shikon që janë shtyllat, i shikojmë dhe masandaj atë kupën qellore që shikon me shtresat e saj këtu lart, dhe në shtresën e 7 si që shikon është në hapësirën e 7 që është ati, me birin e Tija dhe me engjëllt e prezencës, masandaj po të shikosh janë shtresat e një strukture që është solide, gjithmonë duke shkuar vertikalisht, sepse Mesia u ngjit shkoj lart. Masandaj engjëllt zbresin poshtë, gjithmonë ke ato termat, ato fjalët për të vendosur atë strukturën lart e poshtë, për të ditur që ati është afër nesh dhe nuk është në një hapësirë që nuk dihet ku është diku në pafundshmërinë, siç kanë thënë mësimet e gabuara dhe mësimet katolike ortodokse që kanë futur imagjinata dhe filozofi nga Platoja, nga Aristoteli që kanë marrë që në kohët e tyre. Toka është e rrafshtë, është një strukturë që është e themeluar dhe ka kupën qellore që tani neve nuk e shikojmë, por është e inkapsuluar, dhe për të qenë atë në logjikën që neve mund të mendojmë për momentin që një hapësirë që është inkapsuluar përben atë presionin që kemi nevojë, përben në këtë rast mos ikjen e reve që shikojmë, sepse janë të mbyllura në këtë strukturë si shikon që është kupa qellore, solide e transparente, që kur mendoj disa eksperimente të rusëve që dërgonin ato bombat atomike lart në qell dhe deri në një farë hapësire, deri në një farë distance, masandaj nuk shkonin dhe shpërtenin aty lart. Përse kulla e Babelit u ndërtua masandaj me një bazë që është me një sipërfaqe bazës të saj që është gjigante. Është gjigante me bet fjalë me disa kilometra vetëm baza, sepse Nimrodi në këtë rast bazë përmbytjes donte të shkonte lart, dhe ati duke parë çfarë po bente, rëzovi ato mendime, ato plane që nuk kishin të benin, që nuk donte që njeriu në këtë rast të aventuroheshe në disa struktura dhe që nuk përbejnë urtësinë e shkrimit. Ndërkohë Nimrodi ishte një njeri rebel, ishte një mbret, ishte një njeri që donte të ishte siç ishte mbret në tërë dheun dhe të beshe Zot. Kush tha në fillim që unë do ngrihem përmbi Zotit Jahwe dhe do qëndroj në asamblenë e të drejtëve, tha. Ishte vetë Satani, apo jo, siç e dimë. Të njëjtën fuqi po influencoshe Nimrodi vetë. Ti ishte përmbi dhe provoj të shkonte lart. Thelbi i kësaj video që ti pe është për të përcaktuar se cilit prej nesh që gënjeshtra të tilla të një strukture kozmologjie të
të tokës e rumbullakte globale, heliocentrike, është një marrëzi dhe është një gënjeshtër nga Satani. Sepse vetë logjika jonë, si që prekëm në një sipërfaqe, në këtë rast të një ujit është e rafshtë. Nuk sipërfaqja e ujit nuk harkohet. Nuk mund të harkosh sipërfaqen e ujit. Dhe imagjino dhe ti mund të shikosh për një moment që të gjithë oqeanet janë të bashkuar me ujë. Do thotë që të gjitha sipërfaqet e oqeaneve janë një të rafshta. Dhe po të marrësh, merr një copë, në këtë rast, merr një copë tokë dhe fillon të gërmosh në vende të caktuara duke u bashkuar me njëra tjetrën dhe derdh ujë mbi ta dhe ler disa në këtë rast çikë dhe që ngrihet apo një mund të bësh një si mal të vogël, por e shikon që në të tërë atë strukturë që ti mund të ndërtosh diku këtu ja, përreth. Dhe me hinë atë një ditë po do të vrem këtu ja. Lavdi e më shten. Që ta shikosh nga ana praktikale. Dhe po të marrësh atë copë dhej dhe si shtash, do bashkosh të tëra të ujnë që ti do hedhësh, duke lënë hapësira kontinente, në thonjza, dhe tokë që ngrihet, do kuptosh që e njëjta sipërfaqe ati ujit bashkohet dhe është e rafshtë. Tani shumë mund të mendojnë, por atëri ky ujë si mbahet me që ti po thua që kemi këtu ujë që ishte oqeanet që bashkohen në të tërë vendin, në të tërë në këtë rast. Po, kemi akujt, kemi akujt në atë rrethin e tokës në skajet më të fundme që përben jugun. Veriu masandaj është në qendër. Veriu është në qendër të tokës. Kemi një rreth të ngurtësuar nga akujt që ujrat nuk te kalojnë për te. Dhe çuditërisht në atë Antartika, nuk mund të shkosh në disa vende, sepse janë të zotëruar nga entitetet të ndryshme. Dhe nuk lejohet të shkosh përtej një hapësire të atyre akujve për eksplorim apo arsye të tilla. Sepse shumë prej tyre kanë kuptuar këtë strukturë, por normal që i ligu do gënjejë në të njëjtën kohë, dhe se ata e dinë të vërtetën, do gënjejnë, do mashtrojnë me foto që janë të manipuluar dhe janë të bera në kompjuter që po të shikosh ka patur vëllezër më përpara që kanë zbërthyer me programe të caktuara tani që kemi në këtë teknologji që kanë zbërthyer ato format globale, ato foto që shikojmë në hapësirë, gjëra të tilla. Mendon sepse dikush ka shkuar në hen? Çuditërisht mendo për një moment që në atë kohë që teknologjia ishte kufizuar dhe me aq kapacitet që kishin atë kohë dhe ata menduan shkuan, por çfarë ndodhi gjatë atyre viteve? Tani nuk e mbaj mend vitin kur shkuan, por ka kaluar shumë vite nga hera e fundit që ata deklaruan që shkuan në hen. Nuk pas kemi kapacitet, nuk ka fonde tani, nuk ka një teknologji kaq të avancuar në këto 30 vjetët e fundit të paktën, dhe ne në këtë rast njeriu nuk ka kapacitet të shkojë në hen, ndërkohë që ato strukturat të ateshme ishin disi të limituara. Por tani, me avancimin e teknologjisë, me çdo zbulim apo kërkim që kanë bërë, por nuk mund të shkojnë dhe nuk kanë shkuar sepse hena ndodhet përmbi kupës qellore. Hena dhe dielli kanë të njëjtat përmasa, sipas profetit që ka folur qartësisht strukturën e kozmologjinë dhe formën e tokës. Hena dhe dielli kanë të njëjtat përmasa. Dielli ka 7 herë fuqi të dritës, sepse është një zjarr dhe është një mësim më vete, por se sa hena ka 7 herë dritën dhe drita ka henën e vet, nuk e merr nga dielli.
Këto janë shumë gënjeshtra që kanë vazhduar të implementohen gjatë viteve. Ndërkohë kemi profetin Enoku që shpreh, shtati nga Adami, që profetizoi për ardhin e Mesias, të Krishtit, me mira që do vinë me të shenjtë, me të veçuarit, me engjëjt e tij për të gjykuar pa udhësinë e kësaj bote. I njëjti profet që është hequr nga libra tanë të Biblës, duke qenë pjesë deri në 1800 në shumë përkthime rreth botës. Po të shikosh në Biblën etiopiane dhe në shumë të tjera kanë jo vetëm profeti, po dhe shumë libra të tjerë që ishin brenda në scrollet, në ato libërthat e detit të vdekur që u gjetën në 1900-ën. Që përbajnë evidencën e shkrimit ton të Biblës të vetme të vërtetë dhe asnjë libër tjetër nuk përcakton, sepse të tjerët janë të zhytur në imoralitet, me vajza nëntëvjeçare, ndaje gruan me gra që në këtë rast nuk I mjaftonin, ato gra që kishte 4, por masandaj duhet që ai muslimani duhet ta divorconte gruan e tij kur ai do ta shikonte, sepse e pa në rrugë dhe I pëlqeu, dhe masandaj duhet ta divorconte, që profeti masandaj I fesë, siç e dimë, një feje tjetër, të shkonte në këtë rast të konsumonte dëshirat e tija dhe epshet e tija, dhe plot që I njohim tashme. E tërë është për secilin nga ne që të kuptojmë që ka shumë aspekte që ne na janë thënë në mënyrë të gabuar. Dhe përcakton masandaj atë Psalmin 19 që ti mund ta lexosh 11 vargjet e para lavdiatit, dhe atë Psalmin 19 ishte I gëdhendur në themeluesin e Nazës që si duket me njohuri të sinqertë ka kaluar masandaj në çdo gënjeshtër që implementuan gjatë viteve, por themeluesi gjerman që ishte atëre në varrin e tij gëdhendi Psalmin 19. Psalmin 19 që përcakton atë kupën qellore që folën pak më përpara, kupën qellore që ndan ujërat lart me ujërat poshtë. Ja ku janë ato ujëra që shikon atje qiellin blu, janë përsipra. Zanafilla 1:6. Në anglisht e ke firmament, apo dome, apo një çadër lavdiatit. Çadra, merë një çadër dhe vendose në një prije, në këtë rast prija të bishtin e çadrës, dhe vendose me hirën aty po vendose në një sipërfaqe të sheshtë. Dhe masandaj do kuptosh ajo çadër që janë ujërat që janë lart me ujërat që janë poshtë. Ajo çadër është një strukturë solide, e padukshme, po është një kristal I padukshëm, I fortë, që ati ka vendosur, dhe masandaj kemi shtresat lavdiatit për lavdin e tij. Shikoje. Lavdim I templo. Për veprat e madhërishme, të veprave të duarve tënde, në utësinë, në fuqinë, në madhështinë tënde. Lavdimi tënd na mbush zemrën me evidencën e krijimit. Halleluja. Wow, çfarë prezence. Lavdimi tënd, lavdimi tënd. Lavdimi të tij. Prandaj veprat e duarve të tij tregojnë madhështinë e tij. Si në këtë rast të këndonte motra, nuk e di emrin, por motra që vëlla Shpendi Zenki në këtë rast thotë me atë këngën e bukur, dhe 2 këngët e saj që kanë bërë në shqip, lavdiatit. Merre në zemrën tënde të kuptosh strukturën dhe lavdinë, madhështinë e tij. Dhe kupton masandaj themelet e shëndosha në shumë prej shkrimeve që I përbajnë në Biblën e plotë, dhe jo vetëm 66 libra që shumica sot ka.
librin e jubilejve, Apokalipsi i Mojsiut, kupton strukturën e mirë të zanafillës, masandaj që ka shumë pyetje, me shumë të drejtë, ka shumë bosneqe që tua, por kjo si ndodhi, po ajo si ndodhi, detaje që shpjegohen në ato libra që hoqën në shekullin e 2 dhe të 3 që hoqën faresinjtë në atë kohë, sepse janë shkruar profesit e ardhjes së Mesias së Krishtit në detaje. Profeti Enoku e quan i zgjedhuri për Mesian, që e lartësoi ati, emëroi dhe deklaroi emrin e tij në praninë e engjëve për atë ardhjen në mish që urtësia dhe fjala e atit do manifestoheshe në mish në trup njeriu, siç ndodhin para 2000 vjetësh, lavdimrit të tia për të dhenësh njeriut shpëtimin, për të dhenë njeriut largimin në të rast nga gjykimi që po vjen, sepse i vetmi që e mposhti vdekjen me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë, atë kryepriftin e përsosur ndërmjetësuesin që njeriu ka nevojë për të shkuar tek Ati për të marrë faljen e mëkateve dhe sirtat dhe shpërblim në devotshmërinë e tij. Njeriu kur ecën në rrugët e tija, në urdhrimet e tija, gëzon jetën e përjetshme në ato urdhrime, në atë ligjin e përsosur që prapë kemi atë strukturën e mirë në Psalmin 19 që po flisnin për kozmologjinë. Jepet në detaje. E bën të urtë njeriu e thjeshtë. I Krishtit. Postimi që në bera dhe ja do ta bëjmë sërish, por profeti Enoku flet në kapitullin e tija që ajo urtësi do jepet në orët e fundit dhe shumë do hanë për asaj urtësie dhe do ju duket e ëmbël për ngjarjet e kohës së fundit, për njeriu të marrë jetën e përjetshme. Ato urtësi, fjalët e drejtësisë që thotë në kapitullin e 9:2 thotë që të mos i shkelim, mos i shtrembrojmë fjalët e drejtësisë, ligjin e përjetshëm, sepse ata që e bëjnë në atë mënyrë do të vdesin. Dhe të fjalë për liçen e zjarrit, jo për vdekjen e parë që gjithë njerëzimi talon, por vetë shkrimi dëshmon që është të saktuar njeriu një herë të vdesë dhe masandaj vjen gjykimi. Secili që shikojmë në këtë botë apo ka ndëruar jetë ka kaluar, do përballet me krijuesin e qiellit të tokës për të dhënë llogari për gjërat që ka thënë dhe ka bërë, por në këtë moment ti mund ta marrësh shpëtimin tënd. Mund ta marrësh shpëtimin tënd, duke u penduar nga shkeljet e atyre ligjeve që secili për ne ka bërë, dhe kështu masandaj ti mund të marrësh jetën e përjetshme duke besuar tek Mesia, tek Jashua, tek Krishti, emri i vërtetë. Dhe në këtë mënyrë, masandaj, fillon rruga e drejtë, rruga e urdhrimeve të tija, atyre ligjeve të përsosura të themeluara për jetën e qellë që i dha njerëzimit, për ta shpëtuar njerëzimin dhe nuk e ka lënë pa shpresë. Por është zemra në këtë rast që a dëshiron të bashkohet me planin e mrekullueshëm të shpëtimit që vendosi nëpërmjet birit të tij, që lindi nga fryma e shenjtë, që nuk mëkatoi, ai pastri që thotë edhe në librat tuaj, i pastri sepse asnjëri prej nesh nuk është i pastër, i vetmi i Mesia Jashua Krishti, pa njolla, pa të meta, si një qinç që shkon në thertore, shkoi përpara pushtetarëve, mbretërve, që po ta kishin ditur urtësinë dhe planin dhe misterin e Atit për të shpëtuar njeriu, nuk do ta kishin kryqëzuar birin e lavdisë. Po Ati vendosi në urtësinë e tij për të sjellë lajmin e mirë, dhe e dimë që masandaj pushtetarët e kohës dhe fetarët që nuk ecnin me Atin, nuk ecnin në rrugët e tij, urdhrimet e tij, e morën dhe kryqëzuan sepse solli drejtsinë, solli nxorri në pa mëkatin me anë të atij ligji që ai erdhi dhe predikoi në mënyrë të përsosur, atë autoritetin e asaj doktrine e mësimit.
Mësimi i shëndoshë, doktrina shëndoshë që neve sot kemi nevojë në familjet tona, në ato mbledhjet tona që e kanë hequr mësimin e shëndoshëm. Ligjin e përsosur që thotë para Timoteut 4, Fjalëtorët 4:2. Ati thotë po ju jap një mësim të shëndoshëm. Mos ma braktisni thotë ligjin Toranë time thotë. Instruksionet, udhëzimet e mia që janë jetë dhe nuk është një fjalë do si do thotë. Është për të mirën tënde thotë, për familjen tënde, për kombi, për asamblejnë. Që ne të kemi një mendje të shëndoshëm. Si mund të kesh një mendje të shëndoshëm vetë për ati që është i mirë, i shëndoshëm, i pastër, i drejtë, i mirë, i mëshirshëm, krijuesi tonë, nuk ka errësi në te, nuk ka biri njeriu që mund të gënjej, as biri njeriu që mund të pendohet, thotë shkrimi. Është i besueshëm. Lutem Atit që ti ta marrësh të shikon për herë të parë në platformën ku po e ndjek, që ti të marrësh shpëtimin të familjet tënde, pendim nga shkelet e ligjit që ke bërë, kemi bërë të tërë, njërë vjedhur shkuar me Evë, shkuar në për marrëdhënie në këtë rast imorale, apo ke parë, ke je zemëruar pa shkak. Në këtë rast ato përbëjnë frasë janë të shkrimi, pikra në zemrën tonë. Shtu ti mund të marrësh pendimin, thimin, në të mirën tënde të mundshme nuk i bën dhe beson në të raste që ai që ati solli, që i ka dhënë autoritet për të ringjallur ty dhe familjen tënde, Mesia Jeshua mund të të japi ati dhe në këtë mënyrë ti e pasqyron duke u pagëzuar në ujë për faljen dhe pastrimin e mëkateve të kaluara që kishe bërë, për dhuratën e frymës së shenjtë për ta marrë, dhe fillon rruga e drejtë, fillon rruga e urtësisë, fillon rruga e urdhërimeve të tia të ligjit të përsosur në mënyrën tënde të mundshme, në festat biblike që shkon dhe mblidhesh në një asamble, në këtë rast në një kishë të vërtetë, jo në emra që përmendin sot me ikona, me puthje, me idhujtari dhe shëmbëltyra të ngritura, të gëdhendura. Ato nuk janë kishat. Ato janë vendet e satanit, janë idhujtaria. Dhe mos mendo sepse shumë kanë në Shqipëri dhe përmendin emrat e tyre. Shikoj frutet, praktikojnë urdhrimet, festat biblike të Atit. Bajnë në këtë rast sabatit që është shenja e besëtitjes së përjetshme, Pashkën e vërtetë, avdijemit të tia, Pashka e vërtetë që mblidhemi në ditën e 14 të muajit të parë. Dhe masandaj kemi një mish që hajt në atë ditë, si që Mesia engri për 31 vjetë, për festën e Atit, jo për faljen e mëkateve. Buka pa maja, parishtet e hidhura, vera, dhe kujtojmë Mesian Jeshua Krishtin, që na bëri të mundur që të festojmë festat e Atit, të takohemi me Krijuesin, që ai me engjëjt dhe me birin e tij i mbani qiell ato festa biblike të Levitit 23, dhe fillon rruga e mësimit, dhe fillon rruga e transformimit e një mendje së shëndoshë, prej mësimit të shëndoshë, dhe jo prej tubimeve, dhe jo prej mbledhjeve, dhe jo prej gengve që pejnë sot në për Roma apo në Tiranë, dhe i shkon mësimi që ndodhi, apo në United apo në Amerikë. Njëjta strukturë ishtar që ka manipuluar vendin tonë për shekuj. Shikoj mësimin çfarë ka nevojë familja shqiptare. Herën e fundit u dola, ishte pardje, dhe në kanalin këtu në YouTube ku po shikon ndoshta apo në Facebook, që të marrësh urtësinë e kohës, dallimin që thot Malakia 3, që është aktiv sot derisa Mesia të vijë, Krisht të vijë, do dallonin atë ditë kush i shërben Atit dhe kush nuk i shërben, sepse kishim dy grupe personash, të drejtin dhe të paudhin, të pabesin. Të pabesët kanë braktisur ligjin e Atit, lavdërojnë të pabes normal, bashkohen në miqësira, bashkohen në vllazërira. Po ti çfarë do bësh? Do vazhdosh të gënjesh për atyre strukturave?
Nuk është një gjë e frutshme për jetën tënde të përjetshme. Nuk përcakton, Bibla nuk përcakton një strukturë që Mesia erdhi dhe predikoi që të bashkohemi me çdo lloj fe, dhe i bëjmë lajke, e quajmë veten me tituj. Do t'i njihni nga frutet, tha Mesia. Do t'i njihni nga frutet. Mateu 7, cilat janë frutet e tyre, dëshmojnë për foto, dëshmojnë çdo manipulim të ishtar që ndodh sot. Babilona është ishtar, Babilona e madhe që ulet mbi ujërat, mbi kombet. Ka pozicionin e saj, ka sinagogën e saj në Romë dhe të përhapur me qeveritarët që ka vazhduar të shturen me të në lloj-lloj mënyrash, në lek, në imoralitet, në idhujtari, në festat pagane që Babilonia jep. Largohu prej tyre. Dile dhe të marrë shpëtimin që ndodh në jetën tënde me anë të pendimit që të ndalos së shkelu ligjin e atit. E ke bërë më përpara, po të gjithë e bëni më përpara. Ndalon ti që quan veten pastor, së shkelu ligjin e tia. Merë pagëzimin e ujë për falje dhe pastrimin e mëkateve të atyre shkeljeve të ligjit, që para Gjoni 3:4 thotë çfarë është mëkati. Dhe masandaj të marrësh dhuratën e frymës së shenjtë. Dhe nuk predikohet me intelektualizëm për 70 vjetë. Predikohet me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Jo me zell pa njohuri. Që dalim masandaj dhe mund të predikojmë në Itali apo në rrugët e Shqipërisë. Mëkati është shkelja e ligjit. Mësoni çfarë është mëkati para Gjoni 3:4, që citoi Levitikun 4:2, numrat 15. Pastaj të predikojmë lajmin e mirë të vërtetë, dhe jo një Mesia, një Krisht tjetër që nuk kanë predikuar apostujt, për mos marrë atë frymën tjetër të gabimit. Ka shumë evidenca që apostulli Gjon, apostulli Paul jep për lavdi të atit. Dhe secili prej nesh merr themelet e shëndosha në shtëpinë tonë, nëse ke një zemër. Zemra e përullur trashëgon tokën për jetë. Do zbresi nga qielli i tretë, nga kupa qellore e tretë. Do zbresi qyteti Jeruzalemi i ri, 2300 kilometra kubik. Dhe banesat janë brenda atje, që Mesia shkoi të përgatiste. Por e shikojmë Psalmin 37, çfarë thotë? Duhet të largohemi nga e keqja, thot fillimisht. Çfarë është e keqja? Mëkati, shkelja e ligjit. Po ligj është hequr. Nuk është nevoja të largohemi. Nuk është nevoja të largohemi nga shkeljet e ligjit, nga mëkati, nga e keqja, që vetë profeti Nehemia si tha në kapitull 13 tha. Çfarë është kjo gjë e keqe që keni bërë, ta keni përdosur sabatin? Është gjë e keqe të shkelësh sabatin, ditën e 7 të veçuar të atit, dhe së bashku me festat e tjera që nuk janë të rënda, tha vetë Gjon, janë urdhrimet e tia, nuk janë të rënda, nuk janë të vështira, janë jeta jonë, t'i ruajmë si bebje e syve tanë, thonë Proverba 7:2, lavdi atit. Kush është me frymën e shenjtë, predikon lajmin e mirë, të vërtetë, jo prej fuqive tona, prej intelektit apo prej teologjive tona, po prej frymës së shenjtë, që është bashkangjitur me urdhrimet e atit, me doktrinën e shëndoshën. Po si më të thuash ti, unë kam doktrinën e mirë, ndërkohë shkel sabatin, shkel urdhrimet e atit, shkel festat e tjera, dhe mban festat pagane me çdo lloj manipulimi, me Janusin 1 janari, që sa me pemët, me Obelixin, me Nimrodin e ringjallur, me të gjitha manipulimet që ndodhin sot, dhe pas ke frymën e shenjtë. E në fundi që kërkova në shkrimin, që fryma e shenjtë vjen, lavdi emrit të tia, kur ne pendohemi realisht, dhe ecim në rrugët e tia, dhe masandaj bëjmë pagëzimin e vërtetë, dhe jo lutje shpëtimit, se ke hequr pendimin, hiqte pendimit që është pendimi nga shkeljet e ligjit. Çfarë do marrësh? Lloj frymërash do marrësh, lloj filozofie do marrësh. Në temati të kuptosh esencën, themelet
që shkrimin a jep, sepse këto gjëra nuk janë predikuar në Shqipëri, kanë me vite që nuk janë predikuar. Me shekuj, me shekuj. Pse the me shekuj, më thuaj një ministri, më thuaj një shërbesë në Shqipëri, që ka praktikuar apo ke një trashëgimi, evidencë, sabatin, festat, Pashkën, festën e Bukës Pamajat, të gjitha janë festat që Mesia do vinë ato festa. Më thuaj një shërbesë që në kohët ka ndodhur? Nuk ka ndodhur. Kanë ardhur ndoshta të tjerë, nuk e di, para në Thetreshit, po mbas në Thetreshit, besoj se po. Ka trokitur personalisht ati në zemrat tona, her pas here, po, lavdjatit e ka berë. Përgjigja jonë si ka qenë ndaj atyre viteve në persona që ati mund të ketë berë. Si ka qenë? Nuk dua t'ja di. Nuk dua t'ja di, ka thënë. Jam këtu në protestantët, ungjillorët. S'kam nevoj. Ato gjëra janë hequr, kanë thënë, për shekuj. Dhe ti je dëshmi, sepse e ke për vetë. E kam bërë dhe unë për disa vite. Sa ishin ato vite, ato 15 më përpara. Dhe mendoja sepse po esja. Po benja disa gjëra në filozofin time. Pa patur themelet, e shëndosha, fjallën e atit që është e përjeqme, thot Pietri. Ato dekretet e përjeqme, urdhrimet e përjeqme, thot Davidi. Ligjin e përsosur të përjeqëm. Por, gelet vëtëm një qenë në të rësia e njeriut. Cila është të rësia e njeriut? Të rësia e njeriut është të zbatoj urdhrimet e atit, të ketë frikë nga ati që është fillimi i urtësisë. Kjo është shkrimi, predikuesi 12, 13, 14 vargjet. Dhe nuk bashkohesh në atë mënyrë me frymrat demonike, sepse frymrat demonike gjen hapësirë kur një person ka hequr ligjin. Kur një person ka hequr ligjin, nuk di, më thënë dhe çfarë është mëkati për kufizimin biblik të parë Gjoni 3:4. Po ecë në palishmëri, në paudhësi. Dhe unë lutem që ti mos i dëgjosh ato fjalën atë ditë, se ka akoma kohë pendimi për secilin prej nesh. Largoni prej meje ju që kryeni paudhësi, ju që keni bërë paudhësinë. Apo kemi bërë disa shenja mrekulli, ringjallëm prej së vdekjes. Nuk ju ka njojtur, nuk e di me çfarë fuqie i betë. Por fuqia e frymës së shenjtë nuk vepron për të bërë ato gjëra. Sepse Satani do bëj shenja mrekulli dhe duke mashtruar dhe të zgjedhurit në kohët e fundit. Zgjoju me gjithë fëruljen, ndaj teje, për familjen tënde, ju që kuptoni disa aspekte frymërore. Sepse në njeriu natyror i pari rindur, njeriu mishor nuk i kupton gjërat frymërore, prandaj shumë gjëra që unë flas dhe kam folur për këto vite. Nuk i kuptojmë. Sepse duhet të rilindesh që të kuptosh. Prandaj përsa këto rilindjen e para Gjoni 2, e para Gjoni 3, letrat e tia, kush është nga ati nga Zoti, ai që është rilindur, praktikon drejtsinë dhe nuk kryen mëkat me dashje. Nuk e shkel ligjin e atit me dashje. Po ligji që është hequr. Qa motivejmë atë emrin asaj sjellje? Lutem atit. Janë kohë të tilla. Pa udhësia, shkelja e ligjit do të shumohet. Mas andaj dashuria ndaj atit fillimist do të ftohet. Po mundohem derisa të kem frymë dhe jetë që të shpëtojmë dike. Të ngrejmë dike, të disiplinizojmë dike, në fjalën e vërtetë, në ligjin e përsosur, në urdhrimet e atit, dhe kështu predikojmë lajmin e mirë, të vërtetë, dhe jo një ungjill tjetër që apostujt nuk e kanë predikuar. Beso këtu bëj lutjen e shpëtimit dhe hajtë ecim në paudhësi, në palishmëri. Ai është Mesia e vërtetë, sepse ligji është hequr. Ai, ku jemi?
Duhet të pendohemi nga shkelit e ligjit. Duhet të kthehemi ndaj Atit, që ai të kthehej ndaj neje. Prandaj e dyta e Kronikave 7:14 ka të bëjë me kthimin që kemi një strukturë solide në atë kohë, nga një person që foli atë predikusin 12 që është Solomoni, biri Davidit, që tha në ndërtimin e tempullit të parë, si tha, o Ati, ligji tënd është i përsosur, ne e kemi braktisur, prandaj ti na godite, tha. Po ja po ndërtojmë të tempull, po ti gjithashtu nuk ke nevojë, tha, se ti nuk banon në një tempull të ndërtuar nga dora e njeriut, por vendose sepse premtimi që i dhe babai tim Davidit. Dhe lutem, tha, që kur të vinë populli tënd i asaj kohe, që do ketë nevojë për faljen e mëkateve, të shkeljeve të ligjit që ata do bëjnë, fali, tha. Ai ishte konteksti. Kemi një strukturë të Solomonit dhe ambientit, identitetin e asaj asambleve, që este në ligjin e Atit, dhe tonte Solomoni që populli të este, sepse një mbret që ishte vetë Solomoni bir Davidit. Ligji thotë që duhet të ketë një kopje të ligjit, duke marrë masandaj dhe që t'ja mësoj popullit, vetë ai mbret. Prandaj ku neve marrim atë të dytën e Kronikave 7 dhe jemi fetarë në përmbledhje në Europë, Kosova. Masandaj as do t'ja dim për atë ligjin që Solomoni po fliste, biri Davidit e ruajti dhe foli në psalmin 119, në tërë psalmet e tia. Dhe njerë ndodhi që ai shkeli ligjin e Atit në mënyrë të madhe. I vodhi gruan personit, mori i Bershiban dhe ja vrau burin e saj. Dhe në psalmi 51 fillon të qaj dhe të vajtoje Davidi për atë rast që beri. Dhe tha, për këtë rast të vetëm që ndodhi, tha, të lutem, tha, mos ma merdh, mos ma heq frymën e shenjtë prej meje, tha. Ndërkohë shikojmë identitetin përpara atij rastit të paudhësisë që ai beri, që është një person që vazhdonte të lartësonte ligjin dhe ecte në urdhrimet e Atit, mbreti David, njëherë ra dhe tha, të lutem o Atin, mos ma hiq frymën e shenjtë. Po, shekuj me radhë që kanë ecur në paudhësi, si mendojmë se kemi frymën e shenjtë? Si mendojmë ne, pretendojmë ne që kemi frymën e shenjtë duke ecur në paudhësi, që nuk kemi penduar akoma nga shkeljet e atij ligjit. Që shikon një strukturë kaq solide në kohët e apostujve, që ecnin në urdhrimet e Atit, mbanin festa biblike në Vepra 2. Masandaj kemi një popull që predikohet lajmi mirë për faljen e mëkateve nëpërmjet Mesias në ditën e Pentakostit. Dhe ata u penduan dhe u pagëzuan për të marrë dhuratën e frymës së shenjtë. Shikoj Filipin, të njëjtën gjë. Kemi Enukun, qeveritarin e mbretëresës së Etiopisë, të thesarëve të saj, që shkon në Jeruzalem për të adhuruar, dhe është 3 herë në vit që një mashkull duhet paraqitet në Jeruzalem. Në festën e Bukës Pamaja, në Pentakostin dhe në festën e Tabernakulve. Dhe ishte një nga festat që po shkonte Enoku. Dhe fryma i tha Filipit, shko, tha, dhe foli lajmin e mirë. Dhe ai u pagëzua, një person që po praktikonte festat biblike, Enoku, dhe u pagëzua për të marrë frymën e shenjtë. Shkojmë te Korneli, një njeri i drejtë dhe kishte frikë Atin, do thotë që ecte në urdhrimet e tija, sepse njeriu shkel ligjin e Atit me dashje, do bjerë her pas here, por do marri masandaj pendimin, siç ra Davidi, e përmendëm pak më përpara. Do marri përgjegjësinë që të mos e bëj me atë shkeljen e ligjit. Dhe kemi Kornelin që ecte në urdhrimet e Atit, u dëgjua lutjet e tija, ecte në festat biblike, mbante sabatin.
kishte frikën ndaj Atit, siç thot Proverba 2, 1-5. Përcakton atë frikën e Atit, ruaj mësimet, urdhrimet e mia, thot Ati. Dhe kështu do kuptosh frikën e emrit tim. Dhe shkon Pietri dhe predikon një personi që po ecte në urdhrimet e Atit për të marrë dhuratën e frymës shenjtë, dhe e mori dhe gjithsesi u pagëzua për faljen e atyre mëkateve të kaluara që ai kishte bërë deri në atë kohë. Mos ndoshta Korneli, masandaj, vazhdonte të thoshte ligji është hequr. Le të ecë në pallësi vëllezë e motra, tha. S'ka gjë, dhe shtëpia time, se ligji është hequr, tha. Mos tha një gjë të tillë. Mos tha një gjë të tillë nuku, masi u shkëput për Filipit. Mos tha një gjë të tillë, unë do shkoj tani në Etiopi dhe s'ka gjë, dhe ja ku është pema këtu ja Egjipti nuk është largë, dhe do ngrej atë obeliksin e balit, atë shaftin e balit. Kështu berje. Aj. Largimi dhe manipulimi dhe heqja e ligjit ndodhi në 300, në 400 nga katolike ortodoksë që futën farat. Që në atë kohë bashkimin i atyre me perandorinë romake, asnjë gjë të re, kishin faresinjtë që kishin hequr ligjin në kohët e Mesias, edhe ishin bashkuar me perandorinë romake. Dhe ai që predikonte ligjin dhe ata që la vetë Mesia e goditën, i goditën. Të njëjtën kohë kemi një strukturë të fetarëve të katolik ortodoksë që lindën në 300-400, masandaj u bashkuar me perandorinë romake. Kemi Konstantinin që godet dishepujt e apostujve që la dhe mas atyre dhe dolën dekretet. Ne nuk kemi pjesë me pestide që ati ka bërë. Dhe masandaj sabati e shtuna u kaluar në ditën e diellit, që vetë Konstantini, perandori romak, ishte një adhurues i diellit, siç ke sot adhurimet e diellit, që shikon në kur mikson kisha tënde? Kisha. Ajo mbledhja tënde? Ditën e diellë. Ditën e diellë. Ç'lidhje kemi ne me ato gjëra? Besimtarët e Mesias Jeshua se nuk bën gjëra të tilla. Po e para Korintasve 2, Gjoni 28, vepra 27, shikoje atë fjalën ditë që është në klapa katrore, në konkordanca. Është e shtuar. Fjala sabaton është përkthyer javë, si ka mundësi 70 euro përkthye sabat nga vetë rënja e fjalës greke sabaton. Do thot sabat, e shtunë. E shtunë një fjalë pagane, po e themi për ta kuptuar. Në shtrembruan përkthimet, vazhduan ndër vitet për të implementuar profesinë e Danieli 7:25, që do hiqen ligjet e urdhrimet të Atit nga vetë fryma antikrishtit. Prandaj ke frymën antikrishtit në Tiranë dhe përhapet tentakujet e saj, që ti duhet të largohesh. Shikoj mësime që bëra, marrja dhuratës frymës shenjtë, janë 2 mësime, së bashku me mësimin e fundit, me evidencat të masonit Trumpit, së bashku, masandaj, me kopetë e ndryshme. Aj, është shqetësuese. Por, në të kohë jemi. Rishikoj edhe njerë, shpërndaje, dërgoja ti duhet të shpëtohesh. Sepse në qoftë se po vazhdon të shkeris ligjin, je në paudhësi, isha unë në paudhësi më përpara. Dhe po e pasere po e shkelim në njërë, por marim përgjegjësinë që mos e bëjme. Sepse ligji tja është përsosur nga personi i përsosur, lavdi emrit të tija. Mesia Jeshua dhe Ati që i dha fuqi për na ringjallur. Mesia mbajti ligjin, mbajti urdhrimet e Atit, mbajti festat biblike, masandaj unë do të bëj ndryshe? Aj. Ka rëndësi njeriu çfarë thotë, çfarë akuzon, çfarë mendon. Ligji përsosur do vazhdoj të praktikohet në zemrën time, me veprat në mënyrën time të mundshme. Të mësuar familjes time dhe ata që do dëgjojnë për shpëtimin e tyre. Do të shpëtohesh. Flasim, komunikojmë.
takohemi këtë vit në Shqipëri. Marim evidencën. Fillojmë të hamë për asaj bukës së jetës që njeriu do të rojë, që citoj ligjin e përtërirë 8:3. Në Mateu 4:4. Por ne i marim nga jo momenti tonë dhe na duhet ta citojnë çik, ta them. Po se ku është konteksti? Konteksti do t'japi kuptueshmërinë në jetën tënde, do t'japi urtësinë që do të drejtojë drejt shpëtimit. Çfarë shkrimi fjala është vendosur për ne në atë vend që Ati ka vendosur që të marrim manifestim. Lavdije me të tjera. Lavdije me të tjera. Kjo është e zemra ime. Shalom, shalom.